konceptet e terrorizmit në Bashkimin Evropian bazohen mbi Konventin e Gjenevës, kurse rusët kanë një koncept tjetër, nuk i bazojnë mbi Konventet e Gjenevës. Ligji rus parashet çdo lloj veprimtarie ushtarake, çdo lloj kundërshtimi me forcë i organeve të sigurisë të tyre, të organeve federale, pra përfshin çdo lloj kundërshtimi me forcë i organeve federale ruse në territorin rus, quhet terrorizëm. Ata e kanë bërë shumë të thjeshtë. Pra nuk e konceptojnë siç e konceptojnë perëndimorët terrorizmin. Dhe për këtë arsye, çdo lloj force ka pasojë që çdo lloj force që kapet atje do dënohet mbi ligjin e terrorizmit që ka, pra nuk do të konsiderohet si i burgosur lufte. Në moment që ti e konsideron si burgosur lufte, ai nesër mund të shkëmbehet, pra mund të mbahet në zonat e kampet e tyre që mbajnë, dhe në një kohë të caktuar do të shkëmbehet me robrit rusë ose me drekë, siç ka ndodhur deri më sot. Dhe duke i konsideruar të tillë, domethënë që ky shkëmbim nuk do të jepet atyre, dhe ata do të dënohen me dënime të rënda siç e ka ligji i tyre, nuk e di se ka mbi 15 vjet e diçka. Statusin e robërve të luftës, nuk ka statusin e robërit të luftës, konsiderohen si terrorizëm, ndërsa luftëtarët e huaj nuk i ka konsideruar asfare për arsye se as Konventa e Gjenevës nuk i shef fort mercenarët, nuk i mbron, pra nuk ka ligj të caktuar ndërkombëtar që mbron mercenarizmin. Dhe ata nuk hyn as te terrorizmi, pra me ata mund të bëj çfarë të doj. Dhe normalisht ata do përdoren si plaçk shkëmbimi në varësi të shteteve të cilat ata janë antar. Pra, anglezët do përdoren në varësi me anglezët për çështjet tyre, amerikanët me amerikanët, francezët me polakët, pra do t'i përdorin sipas dëshirave që kanë rusët, mund t'i mbajnë pafundësisht, mund t'i lirojnë siç kanë bërë më përpara me një dy robër anglez, nëse mbani mend në 2022 që i kapën dhe pastaj i shkëmbyen për disa çështje diplomatike me Anglinë, pra ata përdoren, pra ata s'kan asnjë lloj, ata janë mall që i përkasin Rusisë në momentin që janë zënë dhe janë në varësi të asaj çfarë dëshiron të bëjë politika ruse me ta, ndërsa ushtarët e Ukrainës janë totalisht në varësi të ligjit rus dhe nuk konsiderohen shkëmbim pra robërish. Pra kjo i heq atyre të drejtën e kthimit në familje. Pra i pothuajse i ke vrarë, dhe po i zure të gjallë ata i ke vrarë, pra shpirti i tyre ka mbaruar në atë moment. Zoti Bilali, ndërkohë edhe Polonia ka bërë thirrje që të ketë dhe të pajiset me testata bërthamore. Domethënë ka një retorik në rritje, ashtu si Wilhelm Merz në Gjermani, kemi idenë e Macronit për ato umbrellën bërthamore për Evropën. Pra, po shtohet kjo retorika e armatimit bërthamor, është plani për riarmatimi i von der Leyen të para disa ditëve. Ndërkohë, Rusia vazhdon edhe armatoset, ku po shkon le të themi Rusia dhe Europa kanë hyrë domethënë në një kurs përplasje dhe ku mund të çojë ky le të themi ky riarmatimi i fuqishëm i të dy le të themi fuqive. Historia mund përsëritet, fatkeqësisht janë polakët dhe francezët që kanë shkuar, mund të them, deri afër Moskës dhe kuptohet ajo fundit me nazizmit, me Hitlerin, do thotë, me nacional socializmin gjerman, dhe mendoj që polakët e kanë një breng që realisht mund të them sot janë bukur forcë respektable në aspektin e mobilizimit të një force ushtarake, sepse i posedojnë kapacitetet gjeografike, por edhe të popullatës, më të them. Dhe mendoj që lakmia për të poseduar armë bërthamore është një lloj sigurie që nuk mund të ketë konflikt të përmasave të gjëra në rastin e tillë ose në invazionin e mundshmërës në drejtim të perëndimit. Dhe mendoj që polakët si kërkesë atëherë zgjerohen apetitet, sepse mendoj që edhe shumë vende tjera atëherë kanë nevojë për të krijuar stabilitet. Po dhe neve mund ta shkon mendja këtu që të krijojmë stabilitet, kishte qenë mirë që të ndajmë me dikon ato kapacitete nukleare. Por francezët me politikën e tyre, me vizionin e tyre, po që se kanë vizion që nuk mund të arrihet për një kohë të shkurtër, për ndarjen e përgjegjësisë bërthamore me vendet anëtare, me siguri këtu fjalën ka pas për Gjermaninë, Italinë,
Me qenë se kapacitetet dihet që vetëm në ndashjen me nëndecet, sepse në aspektin dihet që në tokë dhe ajër francez po ashtu edhe anglez kanë dopsina, mangësi, deficite. Mendoj që e ardhmja e Evropës, sepse industria tyre armatimit, mund të them drejtën, është jo në nivelin e dëshiruar dhe kjo kërkon edhe kohë, mirë po kërkon, mund të them, edhe mjete. Hajde ta lëmë evropian, po që i kanë mjete, mirë po kjo nuk bëhet për mbrana një viti ose 6 muajsh. Dhe mendoj që bulebilen në Gjermani ka qenë gjatë viteve 2023, hyri në vitin 2, kampanjit të luftës në Ukrainë. Kanë pasur debate jashtëzakonisht të mëdha për mungesat e tyre në rezervë. Mendojnë mbilit edhe, më të them, raketat e artillerisë ose më të them granatat e domeneve të ndryshme që përdoren edhe nga mena e ELSit, kanë qenë, më të them, në gjendje që kanë dhënë raporte që ka jashtëzakonisht mangësi dhe këto po që se ndodh një luftë brenda një muajit mund të jenë të shpenzuara dhe mund të jesin magazinat e tyre të zbrasta. Në këtë drejtim mendoj që evropianët, sepse asnjë luftë nuk arrihet pushtohet diçka pa forcat kombëtarisë. Mendoj që në këtë drejtim evropianët e kanë problematik që për një kohë të shkurtër të arrijnë ato saqe që të cilat i mendojnë. Mendoj që për mos e ikur ajo temë pika rreth polakëve është një kërkesë që nuk e besoj që mund të realizohet, sepse edhe fundit këto vende siç janë Turqia për shembull nuk është vend që hyn në listën e vendeve atomare, mirë po ka në territorin e saj amerikanët kanë dikon 40-50 koka të tilla, por nuk janë disponim të turqëve. Mundohet edhe në Poloni të kem këse situate, në Rumani po ashtu. Mirë po, mendoj që nuk i sjell asnjë mirë arritja në këtë stad dhe vlugu për të pasur koka bërthamore, ose armë nukleare, sepse atëherë mendoj që do të jetë një fazë ku bota është ajo mund të vim në pozitën e luftës me Shkopin në luftën e 4 botërore. Por sidoqoftë, mendoj që Evropa ka problem me identitetin, Evropa ka problem me leadershipin, sepse nuk kemi Adenauer, nuk kemi De Gaulle, nuk kemi Kohl ose Merkel, e cila ka qenë në momentet e saktuar në gjendje të krijoj, mund të them, disa kontura, të cilat në momentet e saktuara kanë qenë të nevojshme që të mirën, dhe besoj që tash Evropa ka mbetur edhe në mund të them, në duart e figurave të cilat nuk kanë edhe autoritetin dhe prestigjin, mund të them, siç janë tash Trumpi në Amerikë, Putini në Rusi, Xi Jinpingi në Kinë, edhe Erdogani, mos ta harrojmë, në Turqi, i cili do si do është një duan i politikës. Ai mund të jetë edhe një njeri i ngushtë, i dikuj që do shta udhëheq botën, ose është prapavi deep state-it, por sidoqoftë mund të jetë edhe një seros i mirë në të kaluarin. Edhe Polonia dhe Turqia... Po, ata kanë pas nevojë të kenë edhe një Ram në Shqipëri, edhe një Erdogan si mbret i tyre në Ballkan, edhe një Vučić në Serbi, edhe një Albin në Kosovë. Dhe kjo do thotë ka qenë që të transferet, mund të them, pastaj kur të vjen pushtet një tip siç është Trumpi, atëherë edhe Rama lut Zotin që ka pështue nga të këqija që ka pas Trumpi. Dhe tash të shihet ajo që dëshiron të krijojë një misi 3. Dritan, në fakt do doja ta vazhdoja me këtë, por më mbeti në mendje një ajo deduksioni që ti bëre, që amerikanët janë bërë palë në Ukrainë dhe po përpiqem që ta lidh me faktin që Vladimir Putin shfaqet me kamuflazh në zonën e Kurskut. Çfarë do të thotë, le të themi, ai zhbllokimi i furnizimit me raketa, le të themi me rrezë të shkurtër, bërja palë, rikthimi në qendrit palë në këtë luftë, çfarë do të thotë, çfarë mund të prodhojë kjo?
nuk do prodhoj asgjë, pra do thotë që lufta do vazhdojë siç ka qenë, nuk ka nevojë bërja palë në këtë moment nuk është dhënia e armatimeve të reja ose municioneve të reja, po është lëshimi atyre që janë bllokuar dhe që ndodhen në Poloni, pra atyre që ka firmosur administrata Biden dhe që i bllokoi Trumpi. Në këto aktualisht është bërë për nevoja mbrojtjes dhe strategjike, bëhet pa raketat Atakam për arsye se raketat Atakam tashmë i kanë mbaruar Ukrainës. Po, e pash. Që 2 javë pothuajse nuk ka më në përdorim se raketat Atakam me rrezë të shkurtër veprimi dhe tashmë është lëshuar pra mundësia që ato të rimarrin raketat Atakam cilat ndodhen në Poloni, pra kanë ardhur në Poloni, po ishin bllokuar me urdhën e Trumpit. Pra nuk kemi armatosje të re, nuk kemi armë të reja, kemi lëshimin atyre që janë përcaktuar të cilat gjatë gjithë kësaj kohe kanë treguar që nuk kanë qenë efikase në frontin e luftës në Rusi. Nëse Putini nuk e pranon këtë deal dritan. Shiko, do të kemi që parasysh, nëse ne po shkojmë te pranimi mos pranimi, si pranimi si mos pranimi merr një kohë të gjatë implementimi i deal. Pra edhe në rast se pranon implementimi mund të marrë muaj, mund të marrë vite pra. Ndërkohë që Ukraina e pranoi, u zhbllokuan ndihma për Zelenskin. Po këtu është gjithë problemi. Pra, ajo çfarë ndodhi ishte një bisedë midis dy palëve që në një moment saktë ishin palë ndërluftuese. Dhe në një moment njëra prej tyre vendosi të mos ishte palë ndërluftuese. Dhe Ukraina normalisht është interesuar që në këtë luftë të tërheqë patjetër Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe çfarë do lloj propozimi që do të vijë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, që u jep atyre mundësi të riarmatosen nga Shtetet Bashkuara, ata do ta pranojnë. Sepse ata s'kan mundësi tjetër, e kanë përcaktuar qartësisht. Zelenski disa herë edhe pas takimit me Trump ka thënë që pa mbështetjen e SBA-s ne nuk mund t'ia dalim. Pra është e përcaktuar pavarësisht angazhimit evropian, i cili mbetet në një angazhim retorik dhe politik, pra nuk është në terren, nuk ekziston fare, sepse s'kan mundësi. Janë Shtetet Bashkuara të Amerikës ato të cilat mundin me por, çfarë do lloj ndihme që t'i japin, duhet kemi gjë parasysh, që kjo ndihmë nuk është e palimituar. Në momentin që Zelenski u largua nga Shtëpia e Bardhë, të gjithëve na ka shpëtuar dhe ka qenë një deklaratë e këshilltarit për siguri kombëtare të Trumpit, i cili deklaroi që të mos harrojmë që municionet dhe armatimi amerikan nuk është pa limit. Pra ka filluar edhe ai të limitohet. Pra nuk janë pa limit, sepse industria ushtarake është dobësuar totalisht, pra nuk është në ato nivele të prodhimit që të mbaj pafundësisht luftën në Ukrainë ose të japi mundësi Ukrainës të japi një armatosje të madhe që ajo të mund të thyej nga ana strategjike dhe operacionale aktualisht vijën e frontit. E ka të pamundur. Pra thjesht do ta zgjasi luftën, por nuk ndryshon asgjë dhe zgjatja e luftës do sjellë më shumë dëm për ukrainasit, pra dëmi ekonomik do të jetë nga të dyja palët, sepse edhe zgjatja e luftës pson dëm ekonomik për Rusinë, pavarësisht se ajo mund të jetë rritur ekonomikisht dhe diçka tjetër. Po, absolutisht. Por dëmi që do psoj Ukraina është shumë më i madh, pra se do mbasi më shumë territor, do mbasi më shumë njerëz dhe do të mbrijë në një drejtë që nesër do të kemi një shtet i cili nuk do të ketë mundësi të krijojë asnjë sepse nuk ka rekrut aktualisht. Pra ka filluar rekrutimi 18 vjeçarëve. Kemi mbritur në këtë pikë dhe kur mbrin rekrutimi 18 vjeçarëve, do të thënë që ti nuk ke më kapacitete për ushtar. Dhe në rast se do t'i harxojmë edhe këta e zëm për një vit, po pastaj ku do t'i marrim? Do marrim 16 vjeçarët, do shkojmë te ushtria e Hitlerit në vitet e fundit të luftës në 43-44, kur mblidhte 16 vjeçarët për të luftuar. Pra vim te shuarja e Ukrainës. Në rast se tashti diskutohet humbja e një territori, nesër me zgjatjen e luftës do të diskutojmë shuarjen e Ukrainës, të cilën edhe Trumpi para disa ditësh e deklaroi që mund të rrezikohet shpërbërja totale e Ukrainës, sepse në rast se rusët vinë deri në Dnjepër, automatikisht pra ata kanë marrë gjysmën e Ukrainës. Humbet potenciali. Pra e kuptoni çfarë humbi, pra zgjatja e luftës është humbje për Ukrainën kolosale, e papërballueshme dhe e pariparueshme asnjëherë. Retorikat evropiane janë mbeten thjesht retorika. Nuk kanë asnjë, nuk e kalojnë dot retorikën evropianët, nuk kanë kapacitete. Gjermanët, pardje Ministria e Mbrojtjes gjermane deklaronte që ka rënë rekrutimi në Gjermani me 25%. Pra nuk shkon njeri më. Pse nuk shkon njeri? Sepse është shumë e thjeshtë. Pra, aktualisht le të marrim një nën oficer në Gjermani, në Spanjë, ku do të merr 2000 euro rrog. Ndërsa një ushtar në luftën në Ukrainë nga ana e rusëve paguhet 2800 euro. Pra ky që shko paqja atje, dhe në rast se ti me 2000 euro do ta çosh nesër në luftë, ky nuk të vjen sepse është e njëjti nivel, pra ku do shkoj? Pra, është shumë e qartë. Gjithë bota shtyr në ekonomi, pra secili shef ekonomin, pra nga ana ekonomike ti s'mundesh ta japësh atij mundësi të ofroj sepse ka hikur ajo bota liberale në këto 30 vjet e ka prishur atë shpirtin e atij për të luftuar për një ideal. Ideali ka vdekur këto 30 vjet.
të gjithë janë dhënë pas ekonomisë. Dhe në momentin që ti nuk i ofron ekonomi, automatikisht nuk e për të pasur as rekrutim dhe asgjë. E qartë. Ndërkohë, zoti Bilali, autorë ndryshëm po potencojnë faktin që ka qenë pikërisht ai rikthimi Donald Trump që le të themi ka materializuar edhe fundin e luftës së ftohtë midis Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë. Si e vlerëson këtë moment? Mendoj paraprakisht në teoritë të ndryshme ose në koncepte të ndryshme, sepse tani në žargonin tonë jemi mësuar të thojmë aleancë të përhershme, siguri. Nuk ka aleanca të përhershme dhe siguri të përhershme. Dhe këtë e vërtetoj edhe mund të them ajo çka erdhi në administratën amerikane me Donald Trumpin,